Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të shtyjë seancën gjyqësore në ngarkim të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj për më datë 5 janar. Veliaj ka kërkuar që të ketë qasje të drejtë për drejtë në dosjen e plot dhe të hiqet nga kafazi i sallës, duke argumentuar se vendosja aty është poshtëruese dhe shkel të drejtat e garantuara nga Konventa Europiane për të drejtat e njerëzit. Pas rrëzimit kërkesës nga gjykata e posaçme, Veliaj vendosi largimin e njërit prej avokatëve të tij mbrojtës, Artan Gjermeni, ndërsa gjykata e posaçme i caktoi si avokate kryesuese Valentina Teodoreskun. Mbrojtja e Veliajt kërkoi në seancën e sotme gjyqësore që gjykimi të zbatojë të njëjtat standarde si për të tjerët që kanë bërë të njëjtat kërkesa, duke u bazuar në nënët 34A dhe 327 të Kodit të Procedurës Penale për njohjen dhe marrjen e kopjeve të akteve personalisht nga i pandeuri. Në një reagim publik më datë 5 dhjetor, prokuroria e posaçme deklaroi se shtyrjet e 8 seancave të mëparshme ishin shkaktuar nga mungesat të pajustifikuara të avokatëve dhe kërkesat pa bazuara, ndërsa materialet hetimore për Veliajin janë dorëzuar që në korrik të këtij viti dhe janë plotësuar edhe në tetor të këtij viti me kopje shtesë. Vet Veliaj në seancën e sotme gjyqësore në gjykatën e posaçme deklaroi se kjo e fundit vepron me 2 standarde, pasi ish presidenti Ilir Meta ju vu në dispozicion aktet.